Lot gëzimi kur mjekët than po. 25 vjeçarja me sëmundje të pashërueshme merr të drejtën për vdekje të asistuar. Vendimi një 25 vjeçare nga Australia për t'i dhënë fund jetës përmes vetvrasjes asistuar ka tronditur opinionin publik. Ana Lies Holland, e cila vuan që prej fëmirisë nga një sëmundje rrallë neurologjike dhe pashërueshme, ka kërkuar t'i jap fund jetës pas një dekade vuajtjesh dhe dhimbjesh të pandërprera. Sipas mediave, ajo ishte e sëmur që në moshë të vogël, duke kaluar jetën me spitaleve dhe trajtimeve të pafundme, ndërsa mjekët për vite të tëra nuk arrinin të gjenin diagnozën. Ajo përjetonte dhimbje kronike të vjella dhe probleme të rënda me aparatin tretës që shpesh imitonin bllokimin e zorëve. Në moshën 18 vjeç u diagnostikua nga një sëmundje shumë e rrallë autoimune që sulmon nervat, përgjegjës për funksionet automatike të trupit. Kur mbushi 22 vjeç, mjekët i thanë se sëmundja ishte e pashërueshme. Për shkak se stomaku i saj nuk funksiononte, ajo u mbajt në jetë përmes ushqyerjes intravenoze, por kjo shoqërohej me rrezik ekstrem infeksionesh. Medikamentet e shumta i kishin dobësuar kaq shumë kockat. Sa 25 vjeçaria kishte pësuar fraktura në shtyllën kurrizore, si dhe kishte dëmtime kronike të mushkrive dhe presion të lartë në zemër. Jam e rënuar fizikisht dhe emocionalisht, nuk jetoj më. Vetëm bjetoj, tha ajo për mediat australiane. Vajza Rëfeus e pati një bisedë të dhimbshme me babain e saj, i cili fillimisht e kundërshtoi idenë e vdekjes së asistuar. I thash, babi jam lodhur, të lutem, më lë të iki. Atë natë ai e kuptoi. Pas një procedure trejavore vlerësimi, autoritetet australiane miratuan kërkesën e saj për vdekje të asistuar mjekësore, cila lejohet ligjërisht për pacientët me sëmundje terminale. Kur mora miratimin, qava nga gëzimi. E di që tingëllon çuditshëm, por ishte hera e parë që ndjeva se kisha zgjedhje, tha ajo. Nëna e saj ende shpreson për një mrekulli, por thot se kupton luftën e përditshme të së bijës. Vetë vajza 25 vjeçare përmblodhi vendimin e saj kështu: është një nga gjërat më të guximshme që mund të bësh, të pranosh se ke luftuar mjaft.